Me di që përfundoni, apo përfundoni? Apo shkojmë zgjedhje pra? Unë besoj që po. Unë besoj që me afatin kushtetues që na u dha nga gjykata kushtetuese për me zgjedhë presidentin, besoj që do të arrijmë një konsenzus politik, edhe një unitet politik për të kaluar edhe sfidën e zgjedhjes së presidentit. Është të vërtetë që është një sfidë më e madhe, po arsyeja pse është bë e madhe është pikërisht për shkak të një historie jo fort të mirë institucionale të mënyrës qysh është zgjedh më herët presidenti. Shikoni, lëvizja vetëvendosje është duke funksionuar mbi një trashëgimi politike dhe institucionale që ka vendosur standardet të cilat sot po mundohet me ndryshu. Unë demokracinë e Kosovës, pluralitetin politik dhe demokratik të Kosovës, e shoh në një prizëm të një pjekurie graduale. Se shifoni që ka ndodhur. Ne kemi zgjedhjet të presidentit direkt me zarf. Dorën në zemër, unë e vlerësoj punën e saj. Ndërkombëtarisht ka pas një përvojësim dinjitos, nuk kam domethënë diçka kundër. Kemi pastaj edhe zgjedhjet e presidentit përmes dhënies së terminaleve doganore, të cilat përfundimisht u kuptuam që lëvizja vetëvendosje të gjitha terminalet doganore i shtetëzoi, sepse është me gjithë du lajmëruaj njëri fitores tha s'është bashkë ashtu, po tjetër temë. Se di. Jo, në fakt po, domethënë tash në prill përfundoi komplet një kapitull i tan i rikthimit të këtyre terminaleve shtetit. U bë diçka e madhe puna e Qeras, po terminali doganor nuk është objekt, nuk është ndërtesë, është institucioni. Edhe institucionet publike kohërast ku në mungesë të ndërtesës operojnë në hapësira private. Unë e mbaj në mend për shembull se sot Ministria e Arsimit ka funksionuar në një ndërtesë private. Paktën unë e di kështu për këtë institucion. Ministria e Bujqësisë e Shëndetësisë do paguajnë miliona qira halas o dush. S'ka pas objekte. Tash deri ku ndërtohen ndërtesa të reja, ku duhet të ushtrohet veprimtaria e terminaleve doganore, nami nuk u bë që paguhet një qira, por ajo qira në fakt, si më thonë, është jashtëzakonisht e papërfillshme në krahasim me 10 miliona euro që tashmë me shtetëzimin e këtyre terminaleve i kthehen shtetit. Ajo që do të them është kjo, se ka qenë përbesë shumë më lehtë me i dhënë terminale doganore për shembull një X grupi parlamentar. Dikujt që i kanë vyt terminalet. I kanë vyt, ti ka bërë disa vota, sa ka pas ndikim më të madh grupi parlamentar. Dikujt me dhon me bërë disa favore diplomatike. Dikujt ato, dikujt këto. Tash çka ka ndodhur, në vendos standarde, se çtojnë pazore për mua. Që shtojnë pazare për mu. Jenë vendosur disa standarde që edhe sot kur ti dëshon me arrit një konsenzus politik, ty del deputeti dhe kërkon diçka që është krejtësisht jo parimore dhe jashtë logjikës së dialogut politik për presidentin. Pra në vend se ti sot të dialogosh për tiparet, karakteristikat e personalitetit politik që ka me të përfaqësu politikisht në nivel vendi dhe ndërkombëtarisht, ti kërkon favore të cilat e kanë degeneruar dhe vetë procesin dialogut. S'ka se keni bo kur. As ju se keni bu. Çka bëm ne, për shembull? Ne e propozum me njëherë dikon për familjes jashari. Edhe më thuaj ti që a është dikush në Kosovë më i përshtatshëm, dhe si që tha dhe zoti Koniu, sa që prodhon konsenzus automatik jashtë familjes jashari. Jo. Po ishte përpjekja e parë që ne të gjejmë disa figura për të cilat është jashtëzakonisht sfiduese për dikon me gjetë probleme me personalitetin. Nëse nuk e kundërshton askush për shkak të staturës familjes, nuk do me thonë që e keni bo nomin të hulumtu parimisht çfarë tipi presidentit na duhet. Kjo tregon që vetëvendosja ka qenë jashtëzakonisht e interesuar për një figurë që